Një katës, mos o lëmë. Unë jam, urdhëron pak. Do shta u shqipë? Jo, as pak. Ulluni të lutem. Pak se kërkoni të gjykatës. Po. Mirë pra. Flisni. Çau keni? Unë vërtet kam një hallë. Një hallë shumë të madh zonja gjykatëse që nuk e di ato skillet në një. Flisni. Po. Flisni pra. Ka 18 vjetë që më brenë zemra dhe shpirtin. Nuk ka marrë gëzimin dhe qetësinë. Megjithse asgjë nga ato zakonshmet nuk më mëson. Po. Kam punë, shoqërinë, çdo gjë e mirë më dhe thonë. Duhet të ndihem e lumtur, por në fakt nuk jam atje. Madje shpeshherë kur ja vetëm qarë zonë gjykatëse, po I flas me zemrën në dorë si që vitet një motreje. Si që thash, kam çdo gjë të mirë që më rrethon, por ndihem e përfunduar. Madje natën shondra të atashme zgjohen nga gjumi duke bërtitur. Se nuk e di një fëmijë. Nga e dini? Nuk e di, por nga sa më thatë, e mora me mend. E morët me mend? Po. Të mos kesh fëmijë në këtë moshë. Është një mungesë e madhe në jetë, por jo e pandrejtshme. E si ndreqet? Si? Unë nuk mund të lind më falni. Mos keni turp. Më thatë se nuk keni fëmijë. Ashtu është. Ashtu. Do me thënë, ju ka vdekur në një fëmijë? Po, edhe jo. Shprehuni më qartë, ju lutem. Ndoshta më ka vdekur. Vazhdoni. E si të vazhdoj? Si? E sa më thatë, keni 18 vjetë martesë, apo jo? Po, aq janë. Ligjërisht, diçka më pak. Dhe që atëherë jeni pa fëmijë? Si një pemë pa kokra. Ju kuptoj. Keni pritur gjerë tani me shpresë. Ditë, javë, muaj, vite. Sa analiza, sa mjekime. Dhe pa rezultat. Pa shpresë. Pas një rezultat. Madje tani më kanë bindur që as nuk mund të lind më. E sa duket, ju bashkë me burrin keni menduar të adoptoni një fëmijë nga shtëpia e fëmijës, kështu? Jo. Jo? Në asnjë mënyrë. Më falni. Po atëherë përse erdhët tek unë? Të më ndihmoni. Të më ndihmoni mua dhe tim shoq. Më falni. Po si mund të ndihmoj kur unë akoma nuk di asgjë se çfarë kërkoni konkretisht? Por nuk është e lehtë të tregoj zonja gjykatëse. E kuptoj. Ju keni një hallë. Keni dhimbje, por keni dhe turp të tregoni. Keni të drejtë. Nuk di si të tregoj. Si t'ja filloj? Ja. Do t'i ndihmoj ju. Ju mora dhe kohën tuaj. S'ka gjë. Mos u shqetësoni për kohën. Me sa më thatë, me sa kuptova, para 18 vitesh, ju duhet keni pasur një fëmijë. Kështu? Po. Aq janë.
Dhe është çështja e atij fëmije që ju ka sjellë këtu. Po. Do me thënë, ai fëmije ka vdekur dhe nuk ka vdekur. Është dhe nuk është i gjallë. Ashtu është. Ashtu. Tregoni pa frikë. Këtu nuk ju dëgjon njeri dhe unë jam gjykatëse që dua t'ju ndihmoj. Pra, para 18 vjetësh. Tregoni. Çfarë ka ndodhur? Para 18 vitesh. Pata frikë se nuk po vije me ditë. E si të mos vije, gjersa më kishte quar fjallë, po kishim një mbledhje, e zgjatëm ca. Ke shumë që pret? Gjysmore, po tani e harron pak. Të kish marrë malli për mua, ha? Natyrisht, je i fejuari. Edhe mua, u bëm plot një javë pa u parë. E po, 8 ditë, 3 orë, e 25 minuta. Dhe unë budallaj nuk me mendoj se ti s'bën gjë tjetër, veç se numëron ditët, orët, minutat. Edhe sekondat kur pret njeriu që dashuron. Më fal Leta, bëra shaka. Po kështu e në të punë. Pak të mitë, paket e të tutë, duan që ne të takoni sa më pak. Gjersa të martohemi, Leta. 3 vjet të gjata me ditë, 3 vjet që ku mbarova shkollën. Të kuptoj. Po, motra ime sa po martua. Të martohet edhe kjo tjetra, pas e bëjmë dasmin e ç'keti. Tjeti, unë jam djeli Leta. Prindrit e mi kanë thënë se nuk ka nevojë fare të sillesh pa tek ne. E po, unë duke kisha mendje te paja, jo po. Jam 3 vjet të gjata, 3 vjet pa fund. Të kuptoj, por edhe pak edhe do të bëjmë dasmën, ç'keti? Megjithatë, tani nuk përzitem më. Ha, të tilla fjalë dua prej teje. Sepse tani kam një tjetër gëzim që nuk më lë përzitem. Gëzim tjetër? Nuk mund të marrë pjesë do? Natyrisht, ne kemi të përbashkët. Të përbashkët? Po. Po kishte përsëri lotari, do thoja se na ka rënë çmimi i parë. Pa pra thuaj. Nuk e merr dot me mend. Kanë dekoruar babain tënd. Nënë. Vllai. E po ka ardhur të dajnë nga Amerika. Unë nuk kam të da fare, por më tepër që nuk kam asnjë njeri jashtë vendit. E po, dorëzohen. Nuk e gjetër. Thuaj pra. Nuk di si të ta them me di. Pse moj? Po, kam frikë se do luash mend nga gëzimi. Të betohem, për kokën tënde do ta mbaj veten. Nxirre gëzimin tënd, të shpërthej me bru, mos e freno këngën. Lërë të marri lu. Ç'lumturi me di. Leta, a je sigur? Sigur. Ndoshta gabohesh. Jo. Shiko, këto gjëra janë të rëndësishme. Ndaj të them, a je 100% e sigurt? 100% e sigurt. Kaq jam. 3 muajsh. Dhe ke heshtur gjë tani? Po se nuk isha e sigurt pra.
Ndoshta edhe tani. Budalla. Budalla imi mirë. Po të mos isha e sigurt, do të ta thoja. Para dy ditësh, shkova te kalla në Durrës dhe u vizitova në maternitet. Pas ke vajtur dhe tek një mjek, ha? Ama mos bëj kështu dhe ti tani se grua ishte. O, që budallën që jemi. E kemi nga gëzimi me ti. Edhe unë kështu si ti u bëra kur e mora vesh për herë të parë. Nuk më kuptove, Leta. Them se jemi budallën. Po, pra po, budallën. Po tani, ç'do të bëjmë, më? Ç'do të bëjmë? Tani të martohemi dhe të presim trashëgimtarin. Të martohemi dhe të presim trashëgimtarin. Jem bete ti më? Se, ç'të ke që ka me di? Po prindërit e mi, çfarë do të thonë? Kjo për ta shtur. Tragjedi. Tur? Tragjedi? Unë nuk po të kuptoj. Martesa nuk mund të bëhet. Në asnjë mënyrë. Kupton? E mirë, unë pres. Si? Si të shpritet? Ne të fejuar jemi, kuror kemi vënë, prindrit e mi do të më kuptojnë, për të tjerët nuk më intereson fare, po fare. E po kjo nuk ndryshon asgjë, Leta. Asgjë. Njërën notër ka dhe si të më lej fejuri, kurse tjetra. Dhe kjo për prindrit e mi do të thotë vdekje. Si, po, pse, kaq fanatik I ke prindrit ti sa mos kuptojnë djalin e tyre? Ne edhe do të pleqërojmë me ta. Çfarë? Morali duke na bërë ne këtu? Ta kam thënë, dhe do ta përsëris gjithmonë. Prindrit duhet t'i duam e të respektojmë dhe të mos u aprishim zemrën. Edhe pse jam me të vjetër. Po, pse u prishkan zemrat, ku ne t'i themi që ato të bëjnë qyshe? Po, vërtet, ata duhet kërcejnë e të fluturojnë nga gëzimi. Pa çka, se dy bie o mbetën në derë. Po di Leta, pse mërzitesh, ha? Përkundrazi, unë jam shumë e lumtur. Pse të mërzitesh? Nëse këtë fëmijë zëre si ku nuk e kemi. Si? Si të me di? Ne të rijemi, Leta. Do ta mbushim vatrën plot me fëmijë të tjerë. Me këtë rast, shlyem edhe marrëzinë tonë, Leta. Të lutem më thuaj që po tallesh. Të lutem e di. Jo, Leta, nuk tallem. Përkundrazi, e kam shumë seriozisht. Seriozisht ti po më thua mua që unë të bëhem vrasëse? Po ç'tyn vrasja dhe krimi këtu, Leta. Nuk je as e para dhe as e fundit. Ti duhet më kuptosh, Leta. Për hir të dashurisë son, Leta. Dashurisë? Cilës dashuri? Unë tani po të shoj në sinqeritetin tënd. Po të shoj nëse më ke dashur ndonjëherë. Leta, mos më fyri. Mos mua afro. Ti po kërkon nga mua diçka të pamundur. Pse që nga e pamundur, Leta? Sepse jam nën. Kupton? Nën! Leta! 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 Ashtu, duke qarë mes njerëzve. Po si, çka tha
jetë e vërtetë. Po sigur, mos prano të heqë fëmijë. Si do të dalë përpara prindërve të mi? Si? Do t'ishte fundi. Po, ju kuptoj. Po çfarë bët pasi u larguat me vrap nga Mediu? Ç'bëra? Gati sa nuk luaj ta mëndsh. Po tani ngrijeni kokën. Qetësohuni. Keni të drejtë. Më falni, por kam shumë dhimbje. A u treguat prindërve? Jo, nuk I tregova. Që ti mërzisja më shumë. Ja pra, se edhe duke mos u treguar, I ke mërzitur shumë. Pastaj shkova tek halla në Durrës. Por më parë takova Mediun. Do me thënë u dorëzove. Keni dashuruar ndonjëherë, zonja gjykatëse? Unë? Dashuroj edhe tani? Ju e keni fjalën te sakrifica që vajza është gati të bëj për hir të dashurisë? Pikërisht. Vazhdoni, ju lutem. I premtova Mediut se do të bëja ashtu siç dëshironte ai. Gati sa nuk luajti mëndsh, sepse edhe ai zonja gjykatëse kishte vuajtur shumë. Kishte vuajtur sa unë. I premtova, por nuk munda dot të bëhesha vrasëse. Vajtat e hallën në Durrës dhe Helinda fëmijën tim. Një vajzë të bukur. Linda bijën time. Ndejta tek halla dhe ajo më premtoi se nuk do t'u tregonte prindërve. Vdiq duke e mbajtur këtë premtim. Disa ditë pas lindjes, unë nisa me mendimin ta çoja fëmijën jetimore. Unë nisa, por dhimbja dhe vaji më tjetërsuan dhe dalova aty pranë stolit një lulishteje ku një lulishtar po krasiste lulet e tij. Gruaja kishte të drejtë. Ajo ishte zgjuar. Kishte gjetur forca dhe guxim për të përballuar ambientin mbytës në shoqëri dhe në shtëpi. Po si ta ndihmoja unë? Si? Unë nuk dija asnjë hollësim tej. Nuk dija ç'kishte ndodhur ato 18 vjet. Nuk dija ç'ndodhi atë natë. Atë natë aty. Tek lulishtja. Pikërisht këtë prest ma tregoi ajo vetë. Mi mbrëma, më di. Mi mbrëma, xhaxha. Nisësh ndokundi apo pret? Dika. Jo, unë do shkoj te vuri. Si të quhen, më gri? Blerta më thrasin. E gëzosh. Faleminderit. E vleruar që janë kësi kjo lulisht.
Mos ma vërre se jam bërë pak lavazan se më duket si ku flas me lulet, me gjethet. Jo, Gjoxha, jo, s'ka gjë, po... A thua do të kaloj këtej në një makinë? Po, më i bi, po. Zëre se ere. Faleminderit. Gjoxha. Unë e shikon pak vajzën të lutem. Shkobi se... Masovon, ha? Blertën, Gjoxha. Ki kujdes Blertën. Lesh fëmijën në një lulishte. Po tani nuk keni pse të qani. Keni të drejtë. Është vonë. Është vonë, por ju duhet të më kuptoni dhe jo të më gjykoni. Po unë jam gjykatëse. Po ju duhet të kuptoni hallin tim. Hallin po. Por jo dobësin gjerë në përullje të pështirë, por hir të dashurisë. Pikërisht. Për hir të dashurisë. Arritët gjerë në krim? Jo. Nuk e pranova krimin. Shumë mirë që nuk e pranuat. Po pse nuk vazhduat me po atë guxim? Pse? Po jam femër, zonja gjykatëse. Mos e përsërit në atë shprehje. Femër, seksi dobët, budallalliqe. Po ishte 18 vjet më parë. E pastaj? Nese, vazhdojmë. E latë fëmijën dhe çdo gjë më tej shkoi i fjoll. Ashtu si që dëshiron dhe me diu dhe prindrit e tij. U martuan motra aty u la dhe ju radhën martoheshit. Pastaj ç'ndodhi? Pastaj pas martesë unë hyra në punë. Me diu si le mirë me mua. Nuk kemi shamatuar kur. Gënjenit njëri tjetrin. Si gënjenim njëri tjetrin? A i mundoj t'i uruante. Sepse e dinte që ti vuaje. Vuaje se s'kishit fëmijë. Por ti vuaje për gënjeshtërën e rëndë. Dhe çdo gjë në sipërfaqe shkonte mirë. Të tjerët ju merrin si shembull. Ju tregonin me gisht si çiftin shembullor. Përse më flisni me këtë ton, zonja gjykatëse? Sepse gënjenit të tjerët. Por veten a e gënjenit dot. Vazhdoni ju lutem, me detaje.
Ju interesojnë detajet? Mua çdo detaj më ndihmon. Megjithatë, nëse nuk dëshironi të flisni se ju vjen rënd, edhe mund mos flisni. Si të doni. Vitet kalonin e bashkë me të shtoj Brenga dhe Ankthi. Mendoja se pas martese do të mund t'ja tregoja të vërtetën me Diu dhe do t'a kërkonin fëmijën. Por Çdo gjë bëj më e vështirë. gjithnjë e më e vështirë, zonja gjykatëse. Me Diu, këtë e shikonte si diçka normale. Fundja unë nuk kam ardhur këtu të tregoj se sa kam vuajtur, por kam ardhur të më ndihmoni. Po nuk di asgjë akoma se çfarë kërkoni prej meje. Ne prisnim çdo javë. Muaj, vite. Prisnim të na vinte në jetë një fëmijë i cili do t'ishte kapak floriri për të gjitha hallet dhe brengat tona, sepse edhe me Diu, zonja gjykatëse, kishte vuajtur shumë. E brente ndërgjegja. Po me fëmijën tuaj. Blertën. Çfarë ndodhi gjatë këtyre viteve? Nuk e di, ose më sakt, nuk e dija gjerdje. Jeton fëmia? Po, Dhe ju gjerdje nuk e dinit. jo, Dhe i thoni vetes nën. zonja gjykatëse, ju lutem. Po jam njeri i dreq që e mori. Jam femër dhe unë. Ju e dini se ç'është një nën. E di, zonjë. E di. Asgjë. Asgjë nuk dini. Qaje këtë gjoksin tim dhe nëcire zemrën time. Ajo do të kulloj gjak. Gjak nëne. Gjak dhimbje. Gjak shprese. Dijeni, zonja gjykatëse, se dhe kjo ardhje këtu është një fluturim. Një guxim. I vonuar, zonjë. I vonuar. Po, e vërtet. I vonuar. Po pse talleni më? E mësova poezi, t'ju a tregoj? Jo, sove. Hajde, jepi. Le djalin. Rini, thua e këngës, ma të bukur që ti. Thua e këngës tande që t'lon qi. Nxirë gëzimin ta. Të shpërthej me vru. Mos e freno këngën. Le të marri mu. Thua e këngës Rini. Tash sytë tu. Rini, thuaja këngës tënde, par sytë mi. Buha, gjithmonë më gatron. E lash. Ije. Mo ije. Po më hajtë bukë. E di, pas të ija, por tash të prisnim edhe baban. E hu mo ije. Po babaj vonohet. Unë nesër kam 6 orë mësime. Po na knaqim ato mësimet, ja? E po, mishti nga shkolla pra. Që nesër? Si thedi Jam gati të futem punë. E, mos ta xhema atë fjalë, more vesh, mora thuj. E pse më gani? Ç'të keq e ka? Ja, edhe ti po vazhdo në part-time. E po e di unë se ç'heq. Edhe kastraveci që është kastravec, i do disa ditë në diet për të pjekur mëre. O, ti thua shqyqyr që po del një djalë nga shtëpia jonë me shkollë. Djali i Bacevani, o ije. Po e duam të një djalë me shkollë nga shtëpia jonë, se jemi familje do si do. Kështu thua ti? O, pse ç'mungon ti? Ç'mungon ti që dashke të lë shkollën ti? Po unë nuk dua ta lë. Edhe mësoj mirë, ju e dini. Por ka se jemi më ngacmon. Shiko atë ka se të thonë ti e le djalin qet. Mora vesh mora. U prek profesor.
profesori si I thash një fjalë. E që ajo fjalë? Apo do dhe ceni si vetja pa shkollë? Si the, more, si the? A mos e një shofer pa shkollë jo burr. Po, se kam fituar bukën që 12 vjeçun. Edhe u bëre shofer. Po kjo s'do të thotë se do ngelemi me 8 klasë. Por e them, do vi dita që edhe shoferat pa matur nuk do t'i pranojnë. Po si ore, u dashka matematika e fizika. Për me rotullu timon. 2 gratë fuqishëm si t'mit, sy të mpreft dhe mendje të këtjerët. Ja se shtuar. Po, prandaj ka stravesti se me ndo kështu. Edhe mu ngrijuria. Mandej mos haro, se sonte Ganiu ka përcit e fejuar. Dhe është lodhur I shkreti. Do unë karburant! Na shkrive, Kasem, na shkrive. E di ju pastria, që jeni të lodhë, por jam mësuar të mos të ashtoj tavolinën pa ardhura miu. Po ky, sa shumë më von mua sonte. Po, kush e di ka përcindi një baçevane deri tek shtëpia. Nuk është nga ta bura I morbir, jo. Gani. Po pse morbir, ka që large ka shtëpi, ajo shoqja jote. Po kush të tha se ka larg mu je, këto dëgjon ti. Po se u vënove shumë morbir, kur e përcolle. Po se I ka nëndë otull më je, se kishin hapur një kanal para shtëpisë së nuses. Kështu që u t'je shtëpini rreth e për sharë. Po, tani, rreth e për sharë. Po e hu mo I po prap grosh kemi ne. Po pse morbir? O, profesor, pse nuk pëlqen grosh aty? Jo. Jo, ore ne në moshën tënde akbaku me buk nuk e gop një ndodere. Ti nuk do grosh. Ja, I hapuris baba. Skuadra gati tu! Përdera! Pushoni se s'ua kam ngjen sonde më. Shikoni këtë? Me siguri ka pirë një gotë të kafja e liut, që e ka pak në shef. Na pas ka bjerë një shinj. Ajo shmatë, se ma. Jo më është në gjithë këtë shimë. Pushoni! Qafira! Shoni dhe pushoni, se është I lodhur babai. Qenë ka një fëmi. Fëmi? Po, dhe fëmi pëse që ditëni? Gjitha një qao sa ma këputi shpirtin. Që në mlodh me gro. E si të mos lodhesh, Rami, gjithë ditën, kërrusur mbi lule. Eja, Rami, se darka është gati. Jo. Nuk më hajtë se më simi një gotuj. Ja se po ngrijem unë. Ullo, maja të edhe. Kasem, nuk e shikon që nënë e gatuat e zëna. Urdhëro, baba. Vetë se mos haro se është një djalë më I vogël se unë të shtëpi. Nga ajo është profesori. Të lumdora shofer sa përcenin mos vojtë. A I do t'ja zbartë faqin sa shpia. O, pse ne jo, baba? Edhe jo, normal. Por gjithmonë kam dash që edhe unë të ke një djalë me shkolla. Djali I një gjyqtar. Po të qenë bana shumë e gru. Nuk po më pyesni për këtë fëmijë? Presim na tregosh ti, baba.
që ka? Vajza dhe? Vajzë more birë dhe e quajnë Blerta. Sa emër i bukur. Blerta. E Blerta. Po pse mo I e shkret? Si më doli kjo fjalë më birë. Pastaj, babaj gjithmonë ka qenë të arruar nga lulishja. Një çantë, një tort, një valigje. Të nesër ne ka marrë prap atje. Te atje ka ardhur I Zotit dhe e ka marrë përsëri. Të radhë ka qenë një vajzë që quhet Bleta. Jo Bleta, jo, por Blerta. Po njësoj është more. E si qënë ka njësoj? E nuk haron kush fëmijën. Në lulishte more ka them. Po, me grua, po. Baba, E si u harua ka fëmija në lulishte, më bjerë. e gjetën në lulishte? E kishin harruar? Po. E bërëtisi e onë. Ma la për pak kohë, maj në dorë, pastaj I hypi një kamioni dhe Shtriga. mos e shaj më bjerë, mos e shaj, se kush e di çka ka pa. Më ka rastisur që të marrë makinë nga të tilla. Gra të përdala. A më boll ti boll, me këto fjalë, këtu në shtëpi. Baba, pse nuk e çove në rregull? E mjera vajzë. E qova më bjerë, e qova, por. A I dëzhuni mori në telefon, jeti moren, por si u përgjit njeri. Pastaj, një qanë. Pastaj I ka bleva një shishe, një biberon. Ta vajzë. Po mjaft më I e gjithmonë një avaz. Kuj ti bërtet ashtu ti mare, qëranet! I e se t'ka rrit, ka bërkaq. Po më falë baba. Jo mua, jo! Sajt, I e s'kërkoj falje. Po më falë o ije. Më falë. Pas të I aty. E si nuk të falë ka nëna. Pastaj mendova që ta marrim sa të shpi. Nesër ta qënë në jetimore. E di, baba, e di. E di se që është jetimore, por... Pse ta qëmë atje? Po ku tjetër më birë? Ku? Po dije. Të mos e qëjmë asë gjiku. Profesor! Mos ke që zjarë mi profesor? Po ç'na kushtoj që të mos e mbajmë, a? Ne gjithat mirë të kemi. Me shpi po. Me pun po. Ne motër nuk kemi. Je. Ha mu je. A ke thënë sa herë se do ta dëshiroj një vajzë? Ke thënë apo nuk ke thënë? Fol mo je. Kam thënë Orbir, nuk na e duroj Zoti. Po e ç'zot mo je. Ja ku e ke vajzën. Ja ku e kemi motrën. Fjetë këshu mërcina, jenë veta apo si e ullë aty tani? Ha! Të mbajmë shtëpi kopila. Pusho ka them, si të bën zemra të thuash atë fjalë. E mjera vajzë. Se ti nuk më ndonë kur fletë prandaj. Mua nuk më takon të shërtoj. Se jam më I vogli, por. Baba, ti na ke thënë shpesh se varfrit e kanë zemrën më të mirë se sa të pasur. Se bëjnë më shumë sakrifica. Kështu thoj edhe. Kishe të drejtë. Unë, ja, si rastësi, po lexoja librin e një shkrimtari francez. Ai libër tregon për një peshkatar që shkon në shtëpinë e shokut mbytur dhe gjen gruan e tij të vdekur. Aty ai gjen edhe 3 fëmijë të tyre dhe I merr në shtëpi ku kishte edhe 4 fëmijë të tjerë. Po e pastaj gjotuash ti me këtë Ne fjalë. që kemi provuar varfërin, na vjen në shtëpi një kërthim.
Një jetime. E të mos e mbajnë? Po ka shteti kujdes për ta, Mërcen. A nuk e di unë ka më gani? Por më thuaj, a nuk do t'ishte më mirë që ky fëmijë të bëhet motra jo? Tjetë edhe nëmë, edhe babaj, edhe ne vlezër. Po pse qarë me gru, po pse? Gjithë dufi i zemrës së bartë të cenit, ty të drejtorit. Zemra e bardhe jes, zemra ime ceni. Edhe ne nuk e kemi zemrën të zezë, baba. Ceni e ka më të letë, sepse është ende i ri. E nuk e di me çfarë fitohet buka, me djerës. Si the, por të mësosh mirë duhet djerës se çfarë djerës për atë punë, po. Unë ju betohem se do të mësoj mirë. Por... E dua edhe një motër. Edhe një dëshironi. Ua një zemra. Edhe ti vlla. Se je i biri Ramisulës. E përse të mos e mbajnë? Shikohet se ç'fëmijë është. Do të na ndrisë shtëpinë. Edhe i jes do t'i sjellë gëzim. Të gjithëve. Ha mo ije, të keqen ceni ty. I miri esti. Po ku di unë? Si të thoni ju? Jo, jo. Jo si të themi ne. Sepse je ti. Jetia i që do të lodhë në shkak. Dhe pikërisht në këtë moment që ke nevojë për pak pushim. Rami, ma jep mua foshnjën. Në këtë mosh, ajo ka nevojë për dorën e gruas. Po, me grua, po. Për dorën e gruas. Si thoni djemtë e mi? Si të thot babaj. Po, ju pyet nëna. Ajo zonë shtëpia dhe përgjigjuni asaj. Ceni, do ta mbaj. Edhe mua zemra do që ta mbaj. Jam e fort dhe e shëndetshme. E do ta ris. Ashtu si që rritet një vajzë. Të marrë shatë keqen ije. Je ja më e mirë në botë. Prit o cen. Ky fëmijë nuk ka nevojë vetëm për dorën time. Ajo nuk duhet të mësoj asnjëherë që ne nuk jemi prindrit e saj të vërtet. E kjo është vështirë të arrihet. Si thoni? Rami? Djendës më parë. Po. Gani? Do ta dua si motë. Jo, birë. Thuaj e ndryshe. Do ta dua si motrën time uje. Dhe mjerë ai që a thyen zemrën se a thyej kokën. Kasem, birë. Unë them se... Njëri po tha jo, ky fëmijë shkon që nesër në jetimore. Po nuk thash jo për të mendohemi. Po nuk kemi kohë të mendohemi. Sot duhet të vendosim. Madje tani, se foshnja do të zgjohet, do të qaj, e unë atë qas duhet i them, pusho të pas të ija, ose pusho të keqen të ta. Fol Kasem dhe pa frikë. Moje, po unë për ty e kam. Për vete flas vetëm birë. Fol, vlla.
më i Bullumbesh, do kesh një vëllaç shofer që do të shëtis në gjithë Shqipërinë. Dhe si që ta Ganiu, mirë ai që do të thyej zemrën. Se vëllai i shoferi ja fut kokën në rrotat e makinës. Rani, djemët e thanë fjallën e tyre, po ti, si thua? Dhe ka si dhe. Si ti, si motor. E barë qoftë Jonat. Baba, ije, vlezër, ju jeni të mrekullueshëm. Lumja ti moj motrajo, të betohemi në emër të gjithë familjes, se varë dhe lumë për të tjetë jeta jote. Të dëmnon, më shumë se që të ka dëmnon. E pse më pas ka dënuar? Të gjitha të mirat i kemi. Të gjithë të mirat thua. Akoma me atë muhabeti, nuk kemi as të parë dhe as fundit. E di morbir, po që ti bëj kësaj zemre të shkret, që kërkon të përkundë një nipa po një mbes, prej teje me di. Po ja, nuk që kismet më në. Ndo një ankes ndaj nuse si. Gjynat ankohen, nuse si që desha është, e pastër, e ndershme, punëtor, e mbi të gjitha pa fjalë, si që ka hije, një nuse e prej soj të mirë. Të lumt goja, po atyre? Po ndë sot jam, e nesër nuk jam, po jeni të rinj morbir, si u shtyke ka kjo jetë, pa një fëmijë me di. Sa të tillë ka, nuk e she, edhe në lagjen tonë. Ka po si, pa i ke pyetur, nëse u digje Xhani për një fëmijë. Dijet, kushdo i dëshiron. Edhe ne, po kur nuk ka... Kanë të tjerët, e me bollëk. Të marrim një nga shtëpia e fëmijës tua. Edhe mua më ka bajtur mendja, po... Leka nuk do. Dhe mirë bën që nuk do nga ta fëmijë. Pse? S'ka asgjë të keqe. Zgjedhim një vajzë, e rrisim e përkujdesi, pastaj martojmë një djalë. Bëjmë se bab, si shtua ti? Po nuk them morbir se nuk janë të mirë. Por kanë të lashe, e vjen një ditë që ata rriten, e kërkojnë prindin e vetë, gjakun e vetë. Aq më mirë, ne do t'i ndihmonim, por çudia si i kemi. Po ka një zgjidhje më të mirë me di, që nënës i ka shkuar në mendje, e ju do të gëzoheni, sa po t'ua them. Ti, gjatë gjithë ditës mendon për një zgjidhje për një sevap. Dëgjon orbitu dhe mos u tall. Ha pra, fol, nuk e she që edhe Leta e ka lënë punët me tanë dhe ka ardhur këtu me veshët big në pritje të lajmit të gëzuar. Dëgjoni këtu, po dëgjoni zi, dëgjo këtu. Po ju e dini që i me bia e vogla është shtatzane.
Ajo I ka 3 fëmijë me di, edhe pret të 4-ti. E ka biseduar edhe me të shoqi. Edhe më tha, nëse dëshironi edhe ju, fëmija që ka në bak, që ditën e parë të lindjes, u a falë juve, të jeti juaj, vetëm juaj, vajza po djalë qofë. Ky qënë ka një lajmë shumë I mirë. Asaj, I dhëm shpirti, e I digje gjani që ju nuk keni një fëmija. Po edhe ti moj nuse, të pak të ne di se qfar fëmije merë, qfar soj e qfar gjako. Leta, o Leta, a e dëgjon nënë? A dhe ka shumë mirë, shumë mirë. Ajo mund të lindë nga dita në dita. Po ti dërgoj ma berë, moj nuse. Ti dërgoj ma berë. Edhe fillojmë përgatitjet. Ja, ta shikoni, ka menduar nëna për këtë dita. Po ti dërgoj ma berë, moj bia. Po do t'i zgjatet në symri e do t'i zgjatet jeta. E po dini dhe, ku t'ja lini, gjithë këtë shtëpi e gjithë këto të mira që kini bërë me munde dhe me djersa. E pse më shikon ashtu më nuse? Është e trullosur. Është e trullosur nga gëzimi. Edhe fort. Të flasë? Po pra, ne po presim. E po, që të flasësh duhet mendohesh moj nënë. E unë s'kam nevojë të mendohem, se janë, mendoni ju për mua. Po natyrisht, moj bi, që mendojmë se jini të reja. Edhe për mua në moshën tuaj kanë menduar të tjerat. Pat e fat, moj nuse, pat e fat, që ke për kunatë ti me bi, me zemër të madhe. Por nisude, qfar pret? Po lëri dhe ato punë, lëri se I mbaroj vetë. Mbarova nënë, I mbarova të gjitha. Shtëpinë e fshiva, lavatricën e vura, enët I lava, edhe gjellën e keni në zjarë. Shko vishu. Të visha? Shko. Të tha pra, te kunata jote, motra ime e vogël. Pse të shkoj aty? Po të shkosh, moj bia, edhe ti thuash që pranon, po edhe ta falenderosh, por peshqeshin, mendojmë më vonë. Ja blejmë nuse, ja blejmë të gjitha. Blejani nënë, blejani, të gjitha blejani. Ashtu të lumë të goja, se I të shoq është koprat ndonjëherë me të motrat e veta. E po, unë nuk jam kopratse se nuk kam asgjë në të. Ama, këtë që keni menduar ju të dy, këtë e kam unë në dorë. Natyrisht se ti do të arritësh. Do të rish pa gjumbi kryet saj. Po unë nuk e dua fëmijën e si me kunate. Si? Jo, nuk e dua. Nuk e do? Kur? Po ajo bënde fëmijë të bukur e të shëndetshëm. Po ju e kini pare dhe vetë. Unë nuk e dua. Po pse? Sepse nuk ma do kjo. Kjo që po digjet së brëndshmi, tash 18 vjetë. Që janë këto fjalë, moj nuse, nuk po të kuptoj. Pse? Akoma, aty I ke mendjen ti? Ti je ma. Nuk jam e ma. Gjerdje isha. Tani, nuk jam. Ti je marë dhe luajtur. Kuj ti bështet ashtu, moj. Vetes, në, vetes. E po të marët I bërtasin vetes. Fëmije do, fëmije nuk do. Nga shtëpi e fëmijës jo, të satë kunate jo. Mos do gjë, djalin e të dvëllaj, moj.
Pa një ka! Jo, asa to kur? Se kini parë gjë me fjallë. Pra, ti nuk I dashke ata që rrisin fëmijët e të tjerëve, ha? Ata për mua janë njerëzit më të nderuar. U pus duart edhe syt. U përullen denjësisht fisnikërisë të tyre, shpirtit të tyre të mirë e të madh. Po atëre, çfarë do ti, ha? Çfarë do? Se më plase. Dua fëmijën tim. Po baj edhe, kush të ka penguar? 100 doktor shëtitëm e një karoc me barë në pive. Natyrisht. Mjaft. Si the morbir? Po, tash mjaft. Ti je marrë. Kërkon një të vdekur. Kërkoj një të gjallë. Si the? Po, Një të gjallë. Pra ti! Janë këto fjallë morbir? E zeta mos na ka bërnusja ndo një të pabër. E mjera unë. Pusho mëj nënë. Pusho të marrin vesh një herë. Vazhdo. Folti. unë e kam lindur fëmijën tonë. Një vajzë të bukur. Një vajzë që të ngjan ty me di. Ka gjithçka tënde. Gojën tënde, sytë e tu, undën tënde me di. Nën, për atë zot, vetëm zot ullu dhe të gjohë. Gjithë jetën kam të gjuar, vetëm zot, ullu dhe të gjohë. Vazhdo. Folti. E çdo tjetër. Unë nuk u bëra vrasëse. Të gënjera me du. Ke gënjyër? Ti mbirë që të ka mbajtur në pëllën të dorës e të ka parë në dritë të syrit. E pas ke gënjyër, moj, e përdalo. Në, mos u ngut. E si të mos ngute, mor faqezi. Ajo po flet për një kopil. Të nxirr faqen ty e për të më futur mua të gjallë në ve. Ah, moj nën. Moj zonja vjerë. Ishe pikërisht ti dhe bijat e tua që më shtytë në këtë faj. Po, mos më shiko ashtu sikur nuk më je. Na le 5 vjetë të prisnim që pa u dal fati kunatave ne s'mund të martoheshim. E po ja që s'pritëm. Fëmija që kam është i të dëbiri. I të dëbiri me të gjitha. Me gojë, me hund, me sy. Por ne s'mund të tregonim sepse po të traktonim. Y dëbir gati u lahtaris, ky më i miri të mirëve, më i ndershmi i të ndershmeve. Dhe unë ajo pula e lagur, e nënshtruar deri në skamje, burrit që doja, birit që kishe lindur ti. Bir, a janë të vërteta të gjitha këto? Po, nën, të vërteta. Shkuam gjera ty për hirin tënd dhe të motrave të mia, për një zakon të mbrapsht që shpesh na bën të vdesim. Dhe nuk më kini treguar. Si the, do të tregoni. Po do ta pranoj ti. Fol, do ta pranoj apo jo? Natyrisht që jo. Por, do të ndihmoja. Do të ndihmoja të gjenim një rrugë shpëtimi. E di atë rrugë, e di. Përmendesh. Prej teje. Dhe për ndonjë shoku të marrë pa më në kokë, si puna ime. O, në, pikërisht të rrugë i propozon. Por kjo, ngreu të thëmë,
Se nuk të bëjmë fajt e lodë që delë. Ngreu! Gjdo mërbu, gjdo më shumë nga mua. E do jetën time. Mere, nuk kam që të t'ja tjetër. Sa turp! E aty të turpin fakt e ka mundjen unë, se dridhet e sfilitet kjo zemër, pak rëndësi ka, beton, turpit mos na hy nga kjo derë. Turp? Po si? Nuk jemi mësuar ne me këto. Ke heshtur gjithë të vite, grua. Kush të tha që kam heshtur? Kam pritur atë që t'ishe i sigur ti. Fëmijën tjetër. Apo fëmijët e tjerë. Po je nënë. Edhe ti e baba. Po sa vlerë kanë këto qortime tani? Si vlerë? Asgjë. Dëshironi të keni dhe kënguni të keni fëmijë. Të keni! Po ne kemi. Edhe nuk është e vështirë ta gjejmë. Do të na ndihmojnë ta gjejmë. Dhe çdo të bëni, do të ma sillni këtu. Natyrisht. Bashk me prindrit e saj. Po turpin moj, haj mendoni. Cilin turp, moj nën, cilin? Se po marrin fëmijën tonë. Po motrat, more, po kunetrit, po fare fisi çfarë do të thonë mjera unë. Ata që më kanë dakokshin e të marrin me të rrisin fëmijën e tyre, dhe jo tonë. Ndryshon puna. Pastaj, a është fëmia juaj? Në? Si ti nxegoj ato fjalë, në? Po the morbir, se pas 18 vjetëve, po si shritur ai fëmijë, po çru ka marr morbir, e mjera unë, hapu dhe të futem, na ban të marrim një foshnjë, e ta rrisim me përkujdesi, marrim një grua për martes. E bëjmë se vak, nën, bëjmë se vak. Më mirë të kisha dekur. Po ti i falë 5 vaktet, moj nën. A i thot zotë ytë këtë. Hesht, moj grua, hesht. Të mendoj, si do t'ja bëjmë, a? Më mirë, i vdekur ai fëmijë. Ashtu mendoj edhe unë, ashtu. Po ja, qënë ka gjallë. Më mirë i vdekur, them. Kurse unë them, të shkojmë, ta kërkojmë, dhe ta sjellim këtu. E zeza unë, ç'po më shojnë sytë, e ç'po më dëgjojnë veshët tani në pleqëri. Gjerë sa kemi fëmijën tonë. Kush e di? Kush e di cimri kam kënë, a? E quajmë Blerta. Kush e ka sjellë të shqipojnë, moj grua? Shamarokja jote, Blerta. Dreshja thuaj. Mos ma shaj çupën. Po shqiponjat janë delikate, moj grua. Nuk duan as dritë, as errësirë. Duan ajër më shumë, moj grua. Hajde, hajde. Se ja kanë vënë emri Shqiponja. Afro këtu, afro. Po shikoj, a nuk I ka hapur krahët tamam si Shqiponja në flutoj? E pra, Shqiponjat nuk janë delikate, jo. Mirë, po. Them, pse e ka sjellë këtu? E po, ajo është e re, e ka sy tjetër. E po, të zbukuroj guzhinën dhe. Të zbukuroj guzhinën? Po, çfarë ka guzhina? Për bukuri është guzhina.
E po mirë tani ato thashë ka sy tjetër dhe është e re vajza. Po si, moj, po si. Po si, moj, grua, po si. Po them, Shqiponja nuk e ka vendin aty. E di, po të thash që ka sjell të zbukuroj kuzhinën, po pastaj ç'keti me atë lule. Po pse, moj, grua? Vetëm sonte, ë? Sjell këtu ajo, se ka një rast të veçantë. Po, pret t'i vi ai. Kush? Po ai dhe ai që na i do vajzën. Mere me ty se kam punë. Na tha që e do, ha? E do. Edhe që do ta sjell këtu. Ta sjell këtu. Mirë. Po Shqiponja nuk e ka. Ai e bërca zek, plako, qatë kur më ke dalë në pension. Se moj, ç'të keqe ke mundi, ja? Apo pse ngjerë gjithë ditën dyqaneve, radhave, ja? Mirë të bëhet. Po si, Sa herë të ka thënë vajza. Por jo, baba, nuk është nevoja të dalësh ti në parada. Të nxjerr vajzën unë në paradë dhe ti jem ndonjë fjalë, ndonjë për atyre pizevengëve, ë? Kështu thua ti? E po, e mirë është, e re është. E po do t'i hedhin edhe ndonjë fjalë dhe? Shi. Moj, që kur je bërë ka ishtë për parim dhajet, ja? Rinia, plako, rinia. E mirë dhe mirë se pleqjemi. Po me pleqëri të bardha, si që thua dhe ti. Po, me pleqëri të bardha, po. Por, Shqiponja nuk e ka vërdin. Po e ka sjell këtu, që ti krenoj atide. Ti thot se çfarë baba i ka. Me, my grua, të nderuar. Po, do na e bësh një kafe. Do na e bësh një kafe ma bëj një kafe se jam lo. Ha. E si nuk the një herë që bëj dy, që ta pinim bashkë dhe. Sigur se di unë që ti do të bësh dy. My grua. Po me pleqëri të bardha, thua, me pleqëri të bardha. Qamaroke e babës. Do që ti krenove t'jallet me mua. Nuk e di se si do ta të përballoj kur të më largohet nga shtëpia. Po flet me vete, o plakë. Për blertën, më i grua, për blertën. Për qamaroken e babës. Hajde, të pi kafe bashkë tani këtu. Bolt mirë e bën kafen, po kur ma bën blerta, më duke si po mblidhen të gjitha aromat rreth këtij filxhani ije. Unë e di që ti krenohesh me të, po dhe ajo krenohet me ty. E pse të mos krenohet? Po, me grua, po. Ti i mirë ke qenë dhe je me fëmijët. Kur s'ke vendor mbi ne, i mirë dhe me mua, i mirë dhe me fëmijët. Po na më shpërblye gjitha kjo mundeve, gjithë kjo punë me fëmijët. Shpërblye, ja. Ganiu, u bë drejtor. Ceni u bë kryinxhinier. I mirë jes. Ne ngelim ato, kryqin, me kasenet. Po a i ka nevoj tani për ne? Ite në ato rrugëve në makina. Po, me grua, po, ka nevoj. Po pastaj, ti pse mërzitesh? Po ne kemi blertën. Blerimin thuaj. Dritën e shtëpis, ije. Hajde, pini kafe, u bëni shef. Use neve nga bje bretku.
Ja. Ullo maj, ja, kjo. Kush ka mundu këtu maj? Ne apo ky, ha? Hajde, padron, hajde. Jo po, ta dish, edhe pses. Kush flet shumë. Mirë ja bërë, baba. Meriton? Mua, më vjen keq që për mua. Se kafen do bëja unë. A I doni dhe nga një tjetër? Ja. Kjo ta merë zemër me të mirë, dhe jo ti. Jo po, gucoj të bën ndryshe se. Jo, nuk e bën nga frika. Nuk e bën nga frika, jo e bën me zemër, e bën me shpirt. E njojmë nusën e hije. Po lëshojë më i veshë se ma këfute. Vëllezërve u kam quar që në mëngjes fjallë, po luani duart dhe se nuk kemi shumë kohë. Po që janë këto. Po ke pia mendja kjo. Po është birë, more baba. Dhe nuk e dua për vete, jo. Që ka birë. Po për qamarokën tënde. Sepse do të nasje sonte bandirin e shtëpi. Jo po, Ani ke bërë tamam si gomar. Po ajo, sa që ta presim s'jesh, mo I gru. Që janë gjithë këto morë? Që janë gjithë do? Po e kush po ja bërë veshin asaj njerë. Një motër kemi baba, një motër për nderë. Po, more birë, po, një. Pastaj, I mshoqim ta që ta mbushin tavolinën sonte plot. Ti e taj moj nuse? E po, ky është rast gëzimi, baba. E meriton vlerë ta. Rast gëzimi. E meriton, kina. Po këto? Në zone. Vore baba, a I njëni djallin jo? E njojmë, more birë, e njojmë, nga ka fol vlerë të për të posë. Po vonojmë vlezër, do vim vlezër të bëjo. Nuk e di? Jo. Ja. Po ti pse ka që vonë? Apo se e bërë krye inxinjer? Ta thash orarin, disiplina është për gjithë. Morë shofer. Ha lam në orën 6. Po, në orën 6 e lam. Po, shife mirë orën se do edhe 5 minuta të vejaq. Apo jo, baba? Po, more birë, po. Po, Po ti pse ka që vonë? E po zakoni vjetër tani? Ti si gjithmonë, drejtori vjen me vonesë. E po thash. është blerta. Vetëm blerta? Po bandidin ku e ka? E me siguri e ka ruar të dyqani lodrave. Ja. Prit, mosyrë! Si një vëndët ju hëtë në shpejt, baba të luta mira. Si nuk I... Dale. Ja, baba, Dale. Hajde. Hajde, mu I. Tani mund të lysh. Mirë dita. Familja Sula është gati të qelë portat e zemrave. Pastëria. Moj, Si e? ku e le shokun t'ja po? Vjen në orën 7, ai se do dalë që ta pres. Se ka turp, ha? Do t'a gjobis t'a dish. Baba, ore baba, ti mban me hatër 3 persona. Ijen sepse ke grua, Lirta sepse është qamarokja jote, dhe këtë sen profesorin. Nuk është e përket. Nuk është e përket. Ore, kështu është more baba, kështu si te mu. Sepse haku ty të vjen vetëm ky kocë këtu. Ku jemi i nuk? Ku jemi i nuk? Je. Ti që gjithmonë I ke duar të lagra nga enët, e syt nga lotë që derdhë. Do I thuash babait apo jo? Mo ije. Vetëm ti s'ke asnjë të metë këtu. Si mos pas ka asnjë të met. Kjo ka një të met të madhe sa që... Çfarë? Kur do bëri ty, që s'ta shkurtoj I qika të. Çfarë? Jo. Edhe vesh. Sa mirë ja bërë. Ore tani,
Por i urdhër e drejtor, ti që s'ka bën kur, me dhe me ke gjithmonë të drejt, flet pak, i mirë je, as duhan, as raki, po dhe as femra, more baba, as femra. Ja si qesh ky, ëndra Ramisulës që u bë kryen inxhinier. Por sa bu martua, iku nga shtëpia. Tani vjen madhe për madh. Vëllezërit e mi, megjithatë keni zemrën Flori. Pas të ija. Mo ije, po jo se kanë Florin të vend zemrës, se ne nuk e dim se çfarë është floriri, apo jo? Por e thash në mënyrë figurative. Una thot çu anekdotash ky papa. Do ja hipim te kamionin vetë dhe ti çoj handi nga erdhi. Mirë, do të bënim, madje do t'ju ndihmojmë edhe unë. Edhe unë do të Edhe ti më nuze, edhe ti. Po e shikon më i motër se gjithë janë kundra me. Po vetë unë jam me ty, more vlla, vetë unë jam me ty. Po më i motër, po. Se ti e ke zemrën Flori. Jo si kjo këtu. Shqyr që më... Andima! Për ti sa të duash. Mos ki përkje. Se ky veshholl është. Por është humori dhe llafazani shtëpis. Veç zemrën se ka të kesha. Ma bëre me hile, nuse. Po e ka burë, more babaj, do si shpirti ajo. Motra ime dashur. Po, kana po njëherë ti. Pra atë bandidhin tënd. Ai... Quhet Sokol. Është djalë i mirë. Dhe e dua. Duhet gjë tjetër? Po boll ke thonë, moj, qa marokje e bëps? Atëherë kush është dakord të ngrej dorën? Po prit na vi një herë, po ashtu, ha? Kasem, dorën Kasem, ty të kam treguar të parit unë. Seriozisht e morë ti? E si nuk që e kam dakord? 10 duar po t'i kisha, do t'i kisha ngritur në qiell vetëm për ty. Por, ja që s'po na vjen, që nga dhëndër frikat cak. Pa hajde më lidhuni tani. Hajde, më lidhuni. Hapini po, hapini po. Ja se unë grita, unë ja... Ullu më ti, unë grita prap kjo, po dera. Kasem, tek dera. Ore, do t'ju tregoj diçka. A e dini pse e thrasin gomarin dasëm? Jo. Për të mbushur ujë dhe për të hapur derën. Si la njerë këto, Baba, janë një grua dhe një burr. Kërkoj të bisedoj me ty. Foti më. Po ju thashur e baba, po nuk duan. Foti më, bravo. Prisni se i pusu. Është dita ime me kjo. Shko më i bi, shko. Kjo është familja ime, nëna, babaj dhe vëllezërit e mi. Faktikisht kemi një gëzim, se thuash kemi fejesën time, por e jani, nuk ka problem, e jani. Jo, Kasem gota ato. Jo, faleminderit. Ju urojmë me gjithë zemër. Por ne donim të takonim lulishtarin. Ramin. Ky zë i njohur. Ky është Ramiu, është baba im. Baba? Si të quaj, moj bi? Unë quajmë Blerta. Por e janë një mojzonë, urdhëroni, ju luni. Ju Se më shikoni është? deshit që të bisedoni me mua.
Lua, ngritë vete. Po, ne do të donim të flisnim vetëm për vetëm, me ju, zotë Rami. Mundësisht vetëm me ju. E pra, unë jam lulishtari që ju kërkoni. Flisni, ne njerëzit e shtëpisë jemi. Prit Kasem. Po kemi gëzim ore kami. Gëzim pasi gjithë një. E po bukur pra. Ose flisni ose jam kur të mbaroj kjo ceremoni. Mirë, do të vi më vonë. Më vonë? Më vonë, kur të doni ju, ne po ikim. Prisni. Ju tash më erdhët. Por edhe sigur të ikni, hija juaj do të ngelet këtu. Baba, çfarë ke baba? Po qeni more ju që sollu këtë qësim në shtëpi. Prit Kasem. Ishin në fest more. Baba, ç'janë këta njerëz baba? Trembët për plagën? Po si su trembo more baba? Kush ishin ata njerëz? Çfarë kërkonin? Ja, unë grita babaj. Sta prish gëzimin babajt, jo. As kush nuk mund të ta prish. Ju s'keni asin të drejtë. Asin të drejtë nuk keni. Urdhroni. Kush janë këta njerëz? Kjo grua e çuditshme. Si ma vështronte. Është fytyra jote, është freskia dhe nuri yt moj bi, që i bajnë ata të shikojnë ashtu. Po çmërini more kështu, a kemi gëzim apo jo? Një brajt hajde, hajde këzuar tani të gjitha. Kemi gëzim apo jo? Hajde, kasem kodën. Kasem kodësh, hajde, kodën. Hajde vlla, këzuar. Para se të lindesh ti moj Blert, sa herë i lutesh i mie se na bënte një vajzë dhe nuk na e prishin. Them kur ke lindur ti ishe e vogël dhe kërkoje vetëm shumësht. Ceni një ditë solli një broket madhe. Ha more can, kujtohet? Po, si jo mor Kasem. Ne moj Blert atëherë na ndanin shumësh me racion. Edhe një radhë, ai i xhamar. Po, e një shpërdarsi i shumëshit. Kish bërë gati një broket në mbushur plot dhe më tha, merë dërgoja në nësë. Dhe se mos arrot ma sjellë shtese. E vërtet more can, babai kujtoj se mos e kishe vjedhur. Ti i qave? Moj Blerta, ishte kohë mirë. Po, Kasem, nuk ishte. Atë shumësh e solla për ty, moj Blert. Për mua? Po. Ti ishe e vogël. As 3 muajshe. Kishe nevojë për atë shumësh. Pse nuk pja qumësh tek nëna unë? Te nëna? Po qatë pjese, naja kishim mbaruar ne, te luanët e saj. Po vetëm mua nuk lejon të ija. I ke duar të ashpra më thoshte. Por gjithmonë sa herë që kthehesha nga xholli tim, gjithmonë plot vija. Si vija gjithmonë nga një dhura. Ashtu është, duar plot vinte.
Hajde mblidhe këtë, hajde. Hajde se shumë. Hajde mësuar. Kur! Kurën e kurës! Prisni aty. Aty prisni. Ju s'keni asnjë të drejtë. Asnjë të drejtë nuk keni. Dhe tani, largohuni nga kjo shtëpi. Zoti Rami, Largohuni, po ju them dhe keni bërë gabim që keni ardhur. Largo. ju e dini, ligji është me ne. Cilin ligj, more? Ti më flet për ligje mua. Edhe këtë ju e dini cili është ai ligj. Largohuni. Largohuni, po ju them. Eja të shkojmë me di. Eja. Zonja po ju këshillon mirë. Bëni mirë tikni tani. Por Gani! Blerta! Për jashtë! Baje vete ngur. Gani! Për jashtë! Gani, po nuk dolën që këtë qas do t'i hëm nga dritarja. Baba, që janë ka njerëz, baba? Ja, dilni jashtë tani, dilni! Të të njerës, moj bi. Baba! Baba! Jo, baba, jo! Nuk ka zot nëme që e prish gëzimin tonë. As ti, baba. As ti nuk e të drejtë. Duhet, mite mi. Duhet. Sot ose nesër, bie e tyre rri këtu. Bia e tyre? Cila bi, baba? Kush janë ata? Ata du njerës, moj bi. Baba! Mbaje veten, profesor. Moj dhe. Moj qamarove e babës. Ti e rritu të shirë. Këda njetë. Pse po mi thua këto fjallë, baba? Dëgjoje, moj bi. Dëgjoje të pastë ija. Po e të shtë dëgjohë? Baba! Fol, baba. Jo, baba! Mos, baba! Jo! Ata du njerës, moj bi. Ata kanë lindë ty. Si? Si? Si më kanë lindur? Baba. Ata? Baba. Ajo grua është nëna jote të pastë ija. Baba. Baba, ata. Jo. 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 Nuk është e vërtet. Ju jeni prindrit e mi, ju jeni prindrit e mi. Këta janë vlezrit e mi, këta. Ju. Thatë se kërkonit fëmijën tuaj. Po. Me di unë gulikën dhe vjera u dozua. U kam shprehur bindjet e saj. Mos doni të thoni konceptet, para gjykymet.
Pikërisht. Ne mendonim se fëmia do të kishte përfunduar në ndonjë shtëpi fëmijë. Prandaj më parë mendonim ta gjenim një jetimore. Por sigurisht më parë duhet të gjenim një lishtari. Qenë thjesht. Pyetëm për të. Kishte dalë në pension. Të gjithë flisnin fjalë të mira me respekt për të. Gjetëm adresën e tij dhe shkuat. Pikërisht në mbrëmjen që ata kishin gëzimin e fejesës së Blertës, bijës së tyre. Po shkuam për bijën tonë. Kërkonim vajzën tonë. Deri pak më parë, thatë se e dinit në një shtëpi fëmie, pra nuk e dinit që ishte aty. Ashtu thash, por kur i me bi më hapi portën, një dridhje ma përshkoi shpirtin. Instikti i nënës më tha se ishte ajo. I me bi. Ju afrova, por ajo shmang. Ju shmang nënës së saj. Kur e pyeta për emrin, lulishtari i kishte lënë emrin që i kisha dhënë unë. Ajo sollash për me ne. Por ajo është i me bi, është gjaku im. Ulluni, u lutem. Zoti me di. A jeni dhe ju i mendimit se vajza është e juaja? Po, ne kemi respekt dhe nderim, jo vetëm për Zotin Rami, po për gjithë familjarët e tjerë. E kuptojmë, nuk është e lehtë të ngjas kjo, e dim, është e vështirë, por edhe ne jemi prindër. Prind vetëm se e keni lindur? Nuk kam të drejtë, zonje gjykatëse? Po, ashtu mendoj. Se pikërisht ju nuk keni të drejtë. Po pse? Këtë duhet ta mendonit vetë. Ne duam vajzën tonë. Nuk kemi ardhur këtu për të gjykuar për të shkuarën. Këtu, çdo gjë që ka lidhje me të shkuarën gjykohet. Pavarësisht se ju pëlqen juve apo jo. Çfarë bët ju 18 vjet për këtë vajzë? Çfarë? Nuk mjafton vetëm ta lindësh një fëmijë që të quhesh prind. Jo, zonje gjykatëse. Nuk është e vërtetë. Po, me di. Po. Është e vërtetë. Unë duke pranuar në nshtrimin deri në gjunjëzim, ti dhe unë pranuam zakonet e prindërve të tu. Nuk ka njeri pa të meta, por ne vuajtëm edhe pse ti e braktise vajzën. Po. Por unë nuk u bëra vrasëse. Nuk u bëra vrasëse ashtu si çdoje ti me ti. Pështroje bijën tonë. Pështroje nëse ke guxim. Ajo është e rrethuar nga njerëz të mirë, nga dashuria e tyre e pastër. Ai kishte 3 fëmijë, dhe mbajti dhe të 4-rin, dhe të 5-in, dhe të 10-in do të mbante zemra e tij e mirë. Tani ai dhe gruaja e tij janë mbledhur një grusht nga dhimbja, se ne do t'ju marrim fëmijën. Më shiko mua me ti, jemi vetëm, dhe ngjajmë si ato zogjt që duam të grabisin çerdhen e të tjerëve. Jemi vetëm me ti, nuk mundem më falni. Rami Sula. Zoti Rami. Urdhëroni. A i të gjuat zonjën dhe zotërin? Po. Ju keni mohuar se kjo vajzë, Blerta... Blerta Sula, zonja gjyqtare. Vajza e ka një mbjellër. Po, keni të drejtë.
Po, si të sillesh ndryshe. Jam njeriu më i lumtur në botë me 3 djevë, me nuset për krah, me një vajzë që edhe ajo ka shokun e saj për krah. Pastaj erdhën këta. Atë natë të vitit 1981, në Lulishte. Po. Në fillim mendova që ta të qënë në jetimore. Por pastaj e mbajtëm. Flisni, zoti Rami. Po çfarë t'ju them? Askush nuk e mësoi që Blerta, vajza jonë, askush nuk e mësoi që nuk e kemi lindur ne. Blerta u rit nën kujdesin e 2 prindërve dhe të vëllezërve të saj pa i munguar asgjë në botë. Është e vërtet. E lindën vërtet. Ata e lindën. Por ne e rritëm. Ata i dhanë jetën. Por ne i dhamë frymën. Ne i dhamë dritën. Më falni, a mund të ulim? Uluni, zoti Rami, dhe faleminderit. Për çfarë më falenderon? Për gjithçka thatë këtu. Blerta Sula. Urdhëroni. Po nuk jeni në gjendje. Mund të bëjmë një pushim. Madje mund ta shtym seancën për pas drekoj ose nesër. Po, gjyqja duhet të bëhet, zonja gjyqtare. Po, Blerta, do të bëhet. Po atëherë nuk është njësoj si sot, si nesër. A jeni në gjendje të përgjigjeni? Do të përgjigjem, zonja gjyqtare. Duhet të përgjigjem. Blerta Sula, ju jeni në moshë madhore tani, pra jeni e rritur. Dhe e fejuar, zonja gjykatëse. Ja pra, jeni në gjendje që të gjykoni vetë për veten tuaj. Për çfarë? Ky gjyq bëhet për ty. Për prindrit që do të kesh. Për prindrit? Po unë i kam ata. Fjalët që do të thuash këtu. Vendimi që do të marrësh do të jetë dhe vendimi i kësaj seance gjyqësore. A e dini ju këtë? Po si nuk e di, zonja gjykatëse. Edhe unë dua të bëhem juriste. Dua të bëhem dhe unë ashtu si ju. Ja pra. Tani erdhi momenti të merrni një vendim për veten tuaj. Atëherë, unë po ju pyes. Cilët deklaroni prindrit tuaj? Unë quhem Blerta Sula. Gjithë jetën e kam mbajtur këtë mbiemër. Po Blerta, kështu është. Në pasaportën time është e shkruar Blerta Rami Sula. Emri nënës, Ije. Mbiemri im nuk ka për të ndryshuar kur. Gjerë në vdekje.
Mos po shikoni ashtu. Ju më keni lindur. Jam fruti dashurisë tuaj. Si thuash, gjaku juaj rrjedh në damarët e mi. Por, shikoni pak andej. Shikoni, ju lutem. Janë bërë sa një grusht. Këto ditë janë plakur sa për 10 vjetë. Shikoni vlezrit e mi, të cilët e din mirë vendimin tim dhe fjalën time të fundit. Ata të gjithë, edhe i fejuarim. Kush do t'i thot dhëndër? Kujt do t'i thonë gjysh dhe gjysh e fëmijët e ti? Ashtu është. Ju më keni lindur. Si të thuash, jeni nëna dhe baba im. Si të thuash, se prindrit e mi të vërtet janë këta. Janë këta që më rritën. Rami Sula, që më mësoj të dua lullet dhe jetën. Ije Sula, që më mësoj të jem e dashur, e urtë, punëtore, e sjellshme. Pastaj janë vëllezërit e mi të cilët më dhanë forcë e më mësuan që të jem guximtare. Të gjithë këta që më rrethuan me dashurinë më të madhe. E di se vuani shumë. E di. Ju keni ngelur vetëm. Keni nevojë për fëmijën tuaj. Keni nevojë ta përkëdhelni e që jeta juaj të marrë kuptim. Por unë i mora ato. I mora që kur isha në djep e deri më sot. Nuk më ka munguar asgjë. Nuk mund t'ju mohoj. Nuk mundem. Por prindrit e mi të vërtet janë këta. Mirë, Blerta. Nëse nuk e gjë tjetër për të thënë, për mua këto mjaftojnë. A keni gjë për të thënë? Me sa u pa, Blerta i zgjodhi vetë prindrit e saj të vërtet. Çështja u mbyll me fjalët e Blertës. Seanca gjyqësore mbyllet këtu.
shkon moj bi, sa të mirë që duke. Mirë, hajde se mbaroj. Po si lërë të ikin ashtu të mirë. Si lërë. Sa fatë kam lindur. Ikim. Jo. Kam lindur 3 fëmijë. Dhe e di se shdo të thotë lindja. Ata të kanë ushqyer me gjakun e tyre. Edhe emrin prej tyre e ke blert. Mos i lër ashtu të mirë. Shko dhe përqafoj. Tu ngrohet sa do pak zemra e tyre e mjerë. Shko, Bisho. Nuk mundem. Shko, Bise. Ne po të presim këtu. Shko. Shko, Hajde. ti je burë resh. Thiri. Hajde. Debes,